Sistemi europian tashmë me gjithë të metat që ka patur dhe që janë manifestuar tashmë me këto gjërat që po ndodhin, ka nevojë të rishihet, të rishikojmë. Absolutisht po, ka nevojë. Dhe këtë mund ta bëj vetëm në nënshkrimi e një traktati të ri të Bashkimit Evropian, i cili duhet ta perspektiva, sepse edhe traktati i Lisbonës ka mbetur mbrapa për ato që ka premtuar, por ka mbetur mbrapa sidomos në çështjen e vendimarrjes. Vendimarrje duke ruajtur në të njëjtën kohë edhe veton e antarëve të nuk mund, është frenues, nuk arrin dot. Po jo, nuk ka sens. Nuk ka sens, se për shembull Greqia ne gjithmonë do ta bllokojë. O një shtet tjetër për një interes momentit qoftë korruptiv na bllokon. Patjetër, kushdo. Por edhe një vend i vogël i parëndësishëm, antar i Bashkimit Evropian, po i dhe drejtën e vetës të bllokon sepse i preken interesat e tij. Interesat në rishë. Dhe kështu Bashkimi Evropian nuk ecën përpara. Dhe nuk lufton realisht as korrupsion. As korrupsion, sepse mbulon njëri tjetrin, sepse ai që kryen akte korruptive ka të drejtën e vetës në xhep, e përdor atë për të mbrojtur veten e vet. Prandaj me të drejtë edhe ju e nënvizuat, por edhe unë po e ripërsëris, është e nevojshme që Bashkimi Evropian në fazën aktuale në cilën ndodhet, që ka shumë sfida përpara, ne s'kemi kohë të përmendim dot të gjitha, është para urgjencës për të ripar strukturën e vet, por në mënyrë të veçantë për të ripar strategjinë e vet për të ecur përpara.